Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë një konferencë për shtyp me gazetarët e mediave të Bashkimit Evropian. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se në Zvërnesë nuk ka një projekt të miratuar zhvillimi. Kryeministri tha se bëhet fjalë për një proces dhe shprehje interesi nga një kompani private për një pronë private dhe jo për një projekt të aprovuar nga institucionet. Flas për thelbin. Gjithçka ndryshoi sepse Befas nuk ka projekt. Pra protesta u shndërrua në protestë masive me refrenin anuloni projektin. I thash po, anulojmë në këtë moment, po më tregoni projektin. Nuk ka projekt. Se dikush thotë që ka një leje ndërtimi, atëherë duhet ta tregoj këtë leje ndërtimi. Përkundrazi, në qoftë se më pyesni dhe në qoftë se jeni të interesuar për faktet, mund t'ju them që ka një proces. Po, ka një kompani? Po, ka një kompani. Sigurisht që ka një kompani. Ç'do të thotë kjo? Në qoftë se ka një kompani, nuk do të thotë që ka një projekt. Është një kompani, pra ka një shprehje interesi. Ka një proces që ka nisur me autoritetet, është një pronë private për ta bërë shumë të qartë. Sepse është kaq shqetësuese kur kalon nëpër të gjithë këta zinxhir të tërë postimesh pas postimesh dhe sheh gjëra që janë kaq të pasakta. Dhe që janë kaq neveritse dhe në qoftë se nuk do t'isha në këtë pozicion, në qoftë se nuk do t'isha plotësisht i vetëdijshëm për faktin që nuk do të njihja plotësisht faktet, do të më neveritej të shihej që qeveria ime apo kryeministri im po shesin një ishull. Rama shtoi se ka idenë, vizionin për zhvillimin e Zvërnecit dhe se do të bëjë që projekti atje të realizohet. Ai u shpreh se ka protokolle që provojnë me shkrim se investuesve ju janë thënë shumë gjëra për cënueshmërinë e zonës, distanca që duhet të ketë zhvillimi apo ndërtimi nga laguna. Kemi protokolle që vërtetojnë pikërisht të kundërtën. Kemi protokolle që vërtetojnë se ky vend funksionon si një vend europian. Ne kemi protokolle që provojnë me shkrim se investuesve ju janë thënë shumë gjëra për cënueshmërinë e zonës, distanca që duhet ketë zhvillimi apo ndërtimi nga laguna, për këtë, atë e atë tjetrën, për parametrat, për dendësinë e për të tjera gjëra. Çfarë mendoni? Çfarë mendoni ju? Kur them çfarë mendoni ju, nuk po ju drejtohem juve personalisht, po them çfarë do të thotë kjo. Si ta gjesh, si ta gjej dikush, mënyrën që ta bëj të vërtetën, të shihet e të dëgjohet. Unë e thash ditën e parë, e thash dhe të dytën, pastaj hoqa dorë, sepse kuptova që s'kishte më të bënte me mjedisin. Nuk kishte më të bënte me asgjë tjetër, por kishte të bënte me një ndjenjë që është koha jonë që të marrim kontroll. Më tej Rama u shpreh se Shqipërisi duhet turizëm luksoz, ku mori dhe shembullin e Malit të Zi. Sipas tij, turizmi luksoz mbron atë që turizmi masiv i bën vendit.